Kjo I bie dikonjë 150% është ekonomi jo formale. Për tregtinë e ndershme na duhen edhe biznes. Për me pas një biznes të suksesshëm, duhet të ekzistojnë besimi ndaj furnitorëve. Raportet ndërkombëtare tregojnë ndikohë 40% të bruto produktit, që është evazion fiskal ose ekonomi jo formale. Ndiko 25% janë të hyrat tatimore dhe të hyrat e doganës nëse krahasohen me bruto produktin. Kjo I bie dikonjë 150% është ekonomi jo formale në krahasim me ata që e mbledh. Kur I shet hyrat tatimore, se shifrat janë kokfort, domethënë nuk gënjejnë, kemi një rritje në 3 vitet e fundit rreth 12% prej vitit në vit. Ndërsa kemi rritje ekonomike një shifrore, që I bie administratat tatimore dhe doganat, janë duke treguar që po e zvogëlojnë ekonominë jo formale. Pasi që kanë një rritje më të madhe të mbledhjes tatimore se sa zhvillimit ekonomik. Mirë po kjo është edhe një tregues tjetër që tregon që ka hapësirë shumë më shumë për me zvogëlu informalitetin. Po prapë edhe këtë po e thëmë që kjo nuk bëhet vetëm me doganën e cila I nal mallrat që hinë pa doganu ose në mënyrë të kontrabanduar në doganë. Nuk bëhet edhe vetëm me autoritetin e konkurrencës që mundohet me mbrojt drejtën ligjore për mi parandalu bizneset që dojnë me kriju monopole. Nuk bëhet as vetëm prej ATK-s. Për tregtinë e ndershme na duhen edhe bizneset. Ato bizneset që zgjedhin rrugën e ndershme e jo shortcutet ose rrugët e shkurta që mundën mu bëhen më problematike. Ka rritje dikon 136% të kërkesa prej TVSH-s për rimbursime. Asnjë tregues tjetër nuk ka lidhje korrelative me çdo tregues. Nuk është rrit TVSH-ja për 136%. Është rrit kërkesa për rimbursim. Që I bie njerëzit kanë filluar me besu në institucion që ATK-ja funksionon si duhet kur ka kërkesa për rimbursim. Ne po mundohemi me bën një mix në mes të kuadrave që I ka ATK-ja, që I ka kriju për këto 20 vite, dhe një kombinimit të strukturave treja të njerëzve tri që këto kanë me lujt rolin e mentorimit. Ky vizion I ri në vete ngërthen një çështje kryesore. Para se me I ndëshku bizneset, me I eduku ato. Për me pas një biznes të suksesshëm, duhet të ekzistojnë besimi ndaj furnitorëve, ndaj klientit e kështu me radhë. Do thotë besimi është një prej pikave kryesore. Kjo nënkupton që ekonomia ka bën një zhvendosje drastike nga supozimi I njerit racional në një njeri emocional ku besimi luan rolin më të madh si faktor. Ka optimizëm që në Kosovë jemi në rrugën e duhur. A ka besim shoqëror në Kosovë? Edhe ne kemi një institucion që ndërshekuj po zhvillu, që është ka qenë një institucion I besës. Edhe pse në Kosovë, Shqipëri, në vendet ku shqiptarët janë prezent, hala flitet për besën, është një institucion që ndër vite kanë udhthu njerëz gjatë shekullit 18-19, kemi rastin shumë të freskët gjatë shekullit 20.